Në Prishtinë u mbajt forumi i tretë ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, një platformë e rëndësishme për të promovuar rolin thelbësor të grave në ndërtimin e paqes dhe forcimin e sigurisë në rajone më gjerë. Mes personaliteteve që morën pjesë ishte edhe kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali, e cila vlerësoi këtë nismë si një akt të guximshëm që vendos gratë në qendër të zhvillimeve politike dhe shoqërore. Ky forum është më shumë se një takim, është një nismë që na kujton se gratë nuk janë një shtesë në ndërtimin e paqes, por janë themeli i saj. Kontributi i grave, veçanërisht në shoqëritë që kanë përjetuar konflikt, është thelbësor për sigurinë dhe demokracinë. Spiropali nënvizoi kontributin e Shqipërisë gjatë mandatit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku vendos në prioritet zbatimi i rezolutës 1325 dhe fuqizimi i grave në vendimarrje. Në Shqipëri kemi ecur me hapa konkret, nga përfaqësimi i grave në kuvend deri te politikat kombëtare që synojnë arsimimin, fuqizimin ekonomik dhe mbrojtjen e grave. Nuk është një aksion vetëm për gratë, është një projekt për një shoqëri më të drejtë dhe më të qëndrueshme. Gjatë fjalës së saj, Spiropali shpreu mbështetjen për Kosovën dhe vlerësoi lidershipin e presidentes Vjosa Osmani, duke cilësuar Kosovën si një shembull të fuqishëm në transformimin përmes përfshirjes dhe humanizmit.